Amerikanët investojnë në Afrikë. Amerikanët, ne kemi investuar në pothuajse çdo kom në botë përveç disa që janë përjashtuar, Iran edhe disa të tjerat. Por punojmë edhe në kombët në Afrikë që janë shumë të korruptuar. Punojmë edhe në Ukrainë që ka pas qenë shumë të korruptuar. Punojmë edhe bashkë me Rusia, edhe bashkë me Kinën. Kështu që nuk është që nuk investojmë, por është rëndësishëm të kemi parasysh çfarë është niveli i korrupsionit, çfarë janë rreziqet që takon këta nivel, edhe nëse ka ndonjë sistem juridik që nuk është stabil, ose një politikan që ka problemet, edhe ose ka një element që urejnë Amerikanët, nuk të thotë që nuk të investojmë, por duhet të kemi parasysh që këta është një rrezik që ndoshta do mbasim investimin. Kështu që kthese paras ose parashikimin e fitimit duhet të jetë aq incentivues për ne të vazhdojmë projektin. Është thjesht matematikë. Pra juve llogarisni një marzh të deltës së humbjes deri në këtë lloj niveli dhe po e parashikoj atë llojin e nivelit që juve llogarisni të humbjen? Nëse kemi një aliat që është fare vogël, por shumë stabil, por ka një treg shumë të vogël. Është më interesant se Rusia që nuk është aliat, por është një treg shumë të madhe. Kështu që ka disa bilancet që janë pro dhe kundër. Edhe varet nga sektori. Nëse jemi duke shitur çokoladë, është ndryshe nga armat ose naftë ose diçka tjetër. Mark, në fakt, duke kthyer sërish bisedën dhe diskutimin tek rastin fjalë. Vetë e dërguara ambasadës amerikane, e cila ishte prezent ditën kur kryeministri dhe ministrja në hetim Belinda Balluku prezantuan pikërisht kompaninë amerikane, e cila do të ndërtoj pikërisht centralen e energjetik. Asnjëri prej tyre ose nuk e di, nuk vetë zoti Rama e lat kuptoi, drejtuar njërit prej profesorëve të ambasadës, tha tashita mund të hetosh çfarë është ky, tha është një spiun, është një rus, është një bullgar, është një agent apo ku diun. Tha të takon ty ta investigosh. Në fakt, ka informacione që kompania nuk është amerikane, ju për faktin që ju thatë që ne pranojmë dhe kompanitë të tjera, geografikisht jemi të hapur, por kur flitet për rusët edhe për jo aleat amerikan, sigurisht që hapet një sy. Dhe pikërisht, mbas kësaj dite që ne bëm këtë denoncim, në këtë studio, ambasada amerikane doli një njoftim për shtyp dhe tha që të gjitha PPP-t të cilat do të ndërmeren tashmë nga qeveria do kalojnë në filtr. Tani, një pyetje kam unë. Në këtë klim ku ju thoni që ne jemi të kujdesshëm, po amerikane është peshkunëtore, punojmë edhe me qeverit korruptuar etj. Pse pikërisht duhet të bëjë një lëvizje të tillë ambasada e Shteteve Bashkuara për investimet apo për PPP-t, programimet publike që qeveria shqiptare ndërmerr pikërisht në investime me miliarda para? Gjithmonë ka pas problemet me PPP-t këtu në Shqipëri. Po kur nuk ka dalë një deklaratë publike që thotë që do të kalojë në filtr tani? S'ka më. Unë kur ishe kryetari i dhomës kam thënë që është partneri publik dhe ndërmjetësues, se normalisht ata të privatës që morën pjesë nuk kishin fut lek fare, kishin bërë ndonjë. Ta bënin vetëm xhironin shikon. Clearing ose diçka tjetër. Jonglering fix. Kështu që besoj që nganjëherë del ambasada nga njëherë nuk del publikisht, nga njëherë flet dhoma në vend të ambasadës. Ne kemi dhoma që është privat. Është ndryshe nga francezët dhe gjermanët që dhomat të tyre janë pjesë të Ministrisë të Jashtme ose mbushtetur direkt. Po, mesazhi është i fortë. Ne kemi një lidhje të ngushtë, por jemi të bavarë. Kështu që ata mund të kishin thënë diçka direkt nëse kishin ndonjë shqetësim, ndoshta sepse Kerry është në bordin edhe ai di vet situatën të kompanisë, me qenë se ai është ish sekretari i jashtëm i Amerikës. Po, pikërisht. Shikoja, me të vërtet dhoma e tregtisë amerikane ka atë asetin e qenurit të ketë një lloj autonomie, le ta themi. Pra ti do raportosh në ambasadën e shtetit tënd, sepse është në thelb është mëkëmësja e qeverisë amerikane, por që nuk varet. Normalisht ne kemi ambasador si është antar të bordit të nderit. Edhe vjen edhe mund të vi ose oficeri ekonomisë vjen. Nëse ata thonë që nuk jemi dakord, nuk do thotë që
dhoma nuk mund të bëj diçka, por ndoshta duhet të ketë kujdes se ka një qëllim. Po ka diçka. Normalisht. Nuk është aq diplomatike domethënë si mesazh. Bravo, s'kene ndoshta nganjëherë mund të mos jetë shumë diplomatike. Po ne nuk kemi as është emëruar ambasadori? Jo, nuk është emëruar Asnjë në Ballkan. Bile shumë në botë janë. Tani unë vi nga rrafshi gjeopolitikës. Jam pedagog i gjeopolitikës. Edhe kam një lloj pyetje për juve që do më qetësonte disa bindjet mia ose disa argumentat mia. Si e shikoni ultimatumin prej 90 ditësh që administrata Trump, që për mua është presidenti më i mirë pas Reaganit, çka ka ardhur pas Reaganit, Trumpi është më i miri, është bindje personale kjo imja, ka bërë për Ballkanin. Pra ne kemi skandale seksuale në Malzi që dolën, me korrupsione, me gjitha me radhë. Kemi mos prezencë të trupave diplomatik zyrtar amerikan me zgjedhjet dhe pas zgjedhjeve është uruar nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është uruar populli shqiptar. Pra ne dim të bëjmë disa diferencime në retorikën politike korrekte të Shteteve të Bashkuara, sepse Shtetet e Bashkuara nuk janë palë në Shqipëri, kështu që nuk mund ndryhyn dot drejt për mirëqenien ose keqenien e popullit tonë, e shoqërisë tonë. Pyetja ime është për juve shumë e drejt për drejt. Administrata Trump, si ka raportet me qeveritë ballkanase dhe në veçanti me qeverinë shqiptare?